E kam shumë të sinqertë, ju lutem. Jam kryetari i lëvizjes, mos ma prek Zeqinen. Shani këtë doni, o vlla. Po shani mo keni plot në qeverie, ministra, deputete, me majta, na e djatha. Pse shani Zeqinen, o vlla? Ministri tham do e bëjmë. Zeqineja është apogeu, është kulmi i çdo gjë të bukur që kemi. Më beso. Do vi një ditë, po sikur ta them këtë fjalin dhe të ngelet këtu, do vi një ditë që do ta qani Zeqinen, ja këtë po ja. U bëft ministra o zot, një orën parë. Tani për këtë këtu të falderoj direkt nën kryetare organizatës. Dorëheqje nuk më përgjigj. Dorëheqje nga kush? Nga administrata apo nga drejtuesi? Është rritur mos dorëheqja. Se para një viti dhe filluan të jemi gjithë dorëheqje nuk firmos të njeri tenderat. Firmos të ngeli shteti pa. E diti, ja po them edhe një tjetër që është e tmerrshme. Ju të gjithë që paguani taksa për Bashkinë e Tiranës, paguajmë për Bashkinë e Tiranës. Se paguajmë dhe ne. Të gjithë, që janë pika gjaku që ikin nga njerëzit që punojnë. Mendoj unë, mund ta kem gabim, ata që pastrojnë para mund të përgjigjëstrojnë. E dini ju sa e realizon investimet Bashkia e Tiranës? Sa i realizon? Ja, unë po bëj një pyetje, ju që po shikoni, ju që paguani taksa. Nëse nuk e dini, hapni internetin atje, futu shikoj dhe gjeje. E kupton? As 20% dukte, e kuptoni do me 80% e parave? Nuk punon sistemi, e thuajti. Ore, mblidhen lekët, na populli, edhe nuk shkojnë destinacion. E kuptoni, ja, ky është problemi. Diku shkojnë, ose unë ku shkojnë. Po, ja po t'jap një shembull. U veprua shumë mirë me Albanian, për mendimin tim. Për ta larguar konsumatorin, klientin nga korrupsioni. Mirë po, koha kërkon të disiplinohesh. Ti shkon dhe klikon të Albania dhe rri një javë pa kaluar më tanë. Atere, çfarë do të thotë kjo? Mund të thotë disa herë që ka defekte. Po e pranoj që ka defekte. Po kjo nuk do të thotë që ti në çdo 2-3 javë ky defekti të bëhet rrugë. Sepse në këtë mënyrë ti ke ndërprer e dashur mikesh, student. Jashtë me komplet. Mund të jetë jo. Ke ndërprer funksionimin e shtetit. Ke ndërprer funksionimin e shtetit. Shteti nuk funksionon. Se kanë heq sportelet. Dhe ti s'ke ku shkon fizikisht të kapësh të një na fyti. Po nuk të pret njeri, nuk të pret njeri. Këtë po them. Edhe tani atë, një Albanian se kap do të se prish kompjuterin të? Do kapësh diellën, do dali diella me fytyrë, me zë. Jo, diella jo të keqen, zemra jo, ty jo. Se jeshtë atzan, e kupton, a kap ligji. Me qënë se Liridoni tha që nuk i ka pagesat e mira privati, çfarë e pengon privatin, sipas jush, që të rritet në këtë drejtim? Me qënë se na e paskër ka farë privati dhe jo shteti. është modeli ekonomik. Shiko, Ornella, për këtë pyetje, ndoshta një ekonomist mund t'ja përgjigje më të mirë. Unë jam vetëm te krimtaria, jam shkrimtar, edhe mund të flas në një lloj roli, ndoshta një këndvështrim më shumë social. Jo, është social, ashtu e duam. Ne nuk duam të zgjidhësh si problem, ne thuam don çamë ndihmë. Ideja është në vend vështirësi nga analizat e në vend vështirësi se në 2011 na ka përzitur ky sefa me analizat e tij. Në vitin 2011 kam ndërprer fakultetin ekonomik për këtë arsye, se shkoja dhe isha tap, domethënë kishte arsyeja pse nuk pova më. Shqyr na doli një njeri i ndershëm. Po të ishte një tjetër do kishte mbaruar. I hyra pastaj gazetarisë të tjerë. Shkrimtarët të ndershëm. Privati mendoj që është simbol i shfrytëzimit në Shqipëri. Po jo, pse? Ka qenë të paktën, nuk e di, kam vite që s'punoj privat. Mbase ngatron fasonerit me modelin e prodhimit. S'kam punu një fasonerit, nuk e di. Përgjithsisht privati ka qenë shfrytëzues, pagunte pak. Shteti vërtet pagunte pak, po kishte edhe këtë lirshmërinë. Por du të kaloj pak, jemi dhe dëmbet, po du të kaloj pak tek, du të kaloj pak tek ajo që tha, ta them dhe këtë dhe do ta mbyll. Do ta them dhe këtë dhe do ta mbyll. Vazhdo. Ndoshta administrata sot, që du të vazhdoj aty ku e la